Në kuadër të hetimeve që po kryen ndaj Evis Berberit, ish drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe ish ortaku të tij, biznesmenit Valter Begaj, SPA ka urdhëruar edhe sekuestrimin e dokumenteve të kompanisë Hill International NV. Kjo për shkak se Bashkimi i Operatorëve Ekonomik Hill International NV dhe kompania Net Group e Valter Begajt kanë fituar tenderin pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për mbikëqyrjen e punimeve për tunelin e Llogaras. Prokurorët e posaçëm kanë ngritur dyshime se tenderi mund të jetë paracaktuar dhe kompanitë e tjera janë skualifikuar padrejtisht për shkak të lidhjes mes Berberit dhe Valter Begaj. Nga hetimet e deritanishme, SPA e akuzon ish-kreun e RSH Berberi se favorizonte mikun e tij Begaj në tendera përmes një kompanie që ai kontrollonte në mënyrë të tërthorë, ndërkohë sa i përket tenderit për ndërtimin e tunelit të Llogaras, ish zëvendës kryeministri Arben Ametaj nga Ratia pretendon se bëhet fjalë për një aferë korruptive. Partia Demokratike nga ana tjetër ka bërë kallëzim penal në SPA lidhur me aferën e tunelit të Llogaras. Duket se SPA ka nisur një hetim për këtë tunel. Sipas raportimeve mediatike, agjentët e BKH-s gjatë paraditës së sotme kanë shkuar në zyrat e kompanisë Hill International NV, u kanë marrë disa nga dosjet që kanë të bëjnë me shërbimet e realizuara nga kompania. Mësohet se dokumentet e sekuestruara kanë të bëjnë me preventivat dhe kostot e punimeve, ndërsa më parë ka patur akuza publike lidhur me abuzimet sa i takon vlerës së tenderit në këtë vepër infrastrukturore.